Ai që flet të vërtetën bëhet I suksesshëm. Kjo thënie e Imam Aliut thekson rëndësinë e sinqeritetit dhe të vërtetës në jetën e një besimtari. Fjala sadik në arabisht përfshin jo vetëm të thënit e së vërtetës, por edhe të vepruarit sipas saj. Të jesh I sinqert do të thotë të kesh integritet në çdo aspekt të jetës. Në Kur'an, Allahu thekson rëndësinë e të vërtetës. Në surën Teube, ajeti 119, Allahu thot: O ju që keni besuar, druajuni Allahut dhe bashkohuni me ata që janë të sinqert. Ky ajet nënvizon rëndësinë e rrethimit me njerëz të sinqert dhe të qëndrosh pranë tyre. Në surën Araf, ajeti 181, Allahu thot: E në mesin e tyre që kemi krijuar ka njerëz që ju udhëzojnë të tjerët në rrugën e drejtë dhe gjykojnë drejt. Ky ajet lidhet drejt për drejt me thënien e Imam Aliut, pasi tregon se të sinqertët nuk janë vetëm të drejtë në fjalë, por edhe në veprime. Në surën Muminun, ajeti 1, Allahu përshkruan tiparet e besimtarëve të suksesshëm, kundërto përfshihet të qenit I sinqert. Vërtet, të suksesshëm janë besimtarët. Kjo thënie na tregon se të folurit e së vërtetës nuk është vetëm një detyrim moral, por edhe rruga drejt suksesit shpirtëror dhe social. Kur flasim të vërtetën, fiton besimin dhe respektin e të tjerëve, marrim ndikim pozitiv në jetën tonë personale dhe shoqërore. Krijojmë marrëdhënie të shëndetshme, të bazuara në besim dhe transparencë. Përveç kësaj, të folurit e së vërtetës na afron me Allahun, sepse ai është e vërteta absolute. Dhe kur veprojmë me sinqeritet, pasqyrojmë cilësitë e tij hyjnore. Nga ana tjetër, gënjeshtra na çon në humbje besimi nga të tjerët, konfuzion dhe konflikte, dobësim të lidhjes tonë me Allahun. Në përfundim, thënia e Imam Aliut na mëson se të folurit e së vërtetës është çelësi I suksesit, jo vetëm në këtë botë, por edhe në botën tjetër. Ai na inkurajon të jemi njerëz të sinqertë, të drejtë dhe të ndjekim rrugën e Allahut. I lutemi Allahut të na udhëzojë drejt të vërtetës dhe të na bëjë të suksesshëm në këtë jetë dhe në jetën tjetër.